Po, si arriti që pandemia, një situatë shëndetësore, mjekësore, le themi një krizë nga aspekti i shëndetit njerëzor të rrisë ndikimin e të djathtës, ndoshta edhe të djathtës ekstreme? Është jashtëzakonisht interesant me pa ndërlidhen edhe se si kjo ndërlidhet me thelbin e qëllimit ose një prej instrumenteve të qëllimit që kanë lufta hibride. Pra, ideja është që thellimi i polarizimeve, i përçareve brenda shoqërisë, brenda popullit, në rastin e Kosovës, në dy drejtime, brenda midis shqiptarëve, shumicës dërmuese dhe minoriteteve tjera, kryesisht serbëve. Dhe thellimin e përçarjes edhe brenda grupeve të njëjta, pra brenda një komuniteti. Lidhet me ose përdoren arsye të ndryshme dhe motive të ndryshme, por se qëllimi është destabilizimi. Tash, çështja ose rasti i pandemisë normalisht që ka ndikuar në rritje të çmimeve, në pasiguri, sepse siguria bëhet shumë shpesh gabimi kur flitet për sigurinë si aspekt fizik. Sepse siguria mbi të gjitha është sekura, është kujdesi, është ndjenja është aspekt i ndjenjes para se tjetë aspekt fizik. Dhe sepse ka njerëz, sot janë, çdo kohë nëpër botë, ka njerëz që janë nëpër burgje, por ndjenja atyre nuk është e sigurisë. Pra, do të thotë, kur janë njëri edhe kur është i izoluar, nuk do të thotë që ndihet i sigurt. Dhe kjo e ka rrit ndjenjen e pasigurisë, e ka rrit sfidën ose kërcënimin e mirëqenies, dhe rrjedhëmisht e ka rrit edhe reagimin negativ ndaj sistemit politik, ndaj legitimitetit vendimeve, legitimitetit proceseve, e që është një prej qëllimeve elementare, prej 3 qëllimeve elementare të luftës hibride, është ulja e besimit të qytetarëve, popullit ndaj institucioneve publike, ndaj shtetit.